pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna ma bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Unë jam dërguar me mision për t'i plotsu, për t'i përsos moralet e mira. Unë jam dërguar, do thot misioni jam si profet, është për me i përkry dhe për me i përsos moralet e mira të njerëzve. Saktësisht, moralet e mira ekzistojnë. Moralet e mira, nuk thot i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam jam dërguar për t'i sjell ato. Nuk thot jam dërguar për t'i mësuar për të parën herë njerëzit për moralet. Jo, ato ekzistojnë tek çdo popull, tek çdo fis, tek çdo feje dhe çdo qytetërim. Mirë po, kur i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam thot unë jam dërguar për t'i përsosur ato, ka disa kuptime. Kuptimi i parë na tregon që ato ekzistojnë, mirë po ardha ime është për t'i përkryer ato në shkollat më të larta, sepse cilin do moral që e shikon është shkallë. Dhe njerëzit dallojnë varësisht kulturave ose varësisht mallënimit të një morali. Saktësisht, për shembull, morali bujaris, me që një shembull për shembujve, morali bujaris dallon nga një shoqëri me kulturë solidare kundrejt një shoqënie që ka prirje për individualizëm. Dhe rrjedhimisht ndoshta tek këto dy promovohet edhe pranohet vlera e bujarisë, mirë po qasja aty në dallon dhe rrjedhimisht janë në një shkallë më të lartë sesa këta të cilët janë individualistë. Pastaj thot shpjegimi i dytë, arsyeja pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë jam dërguar për t'i përkryer moralet, ka të bëjë për t'i ripërtrir pjesët e harruara, të shpërfytyruara dhe ato të cilat janë dëmtuar dhe janë shtrembruar. Saktësisht, shumë morale ekzistojnë tek njerëzit, shumë morale janë të pranishme dhe njerëzit pajtohen rreth tyne, në kuptimin që nuk dyshojnë që janë morale të mira, mirë po pastaj në copëza të caktuar ose në pjesët të caktuara ekziston një shpërfytyrim, ekziston një dëmtim i konceptit ose ekziston edhe do një shtrembërim dhe ardha e profetit është edhe për t'i korrigjuar, do thotë, moralet e njerëzve. Dhe kuptimi i tretë, jam dërguar për t'i përsosur moralet e mira, saktësisht për t'i kumtuar, spikatur dhe argumentuar ato që nuk i kishin njerëzit apo grupet njerëzore të caktuara, në kuptimin që një shoqëni e caktuar nuk e ka menuar si moral, ose vazhdon të ketë dyshime që ajo përbën moral, ndërkaq ai moral ka ardhur me të saktësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.